njeriu kur të vdes, a e dëgjon në varr derisa të shkojnë hapat e fundit? E muj unë për shembull me inimu atij personit kur të pyetet për 3 pyetjet e varrit, sa i thon na shkoj jeta të kopju. Na shkoj jeta të bo hile. Edhe në varr duhet me bo hile shqiptarët, elhamdulillah. Sepse është hadithi sakt që thot dhe i vdekmi dëgjon hapat e fundit njerëzit që largohen nga varri. Por kjo nuk do të thotë që mund të flasësh me të, mund të komunikosh. O X, kur të pyesin Zoti yt është Allahu, thuaj Zot, kur të pyesin kush është Zoti yt, ose para kush ishte Zoti yt, thuaj Zoti im është Allah. Nuk shkon kjo punë, njeriu është peng i veprave të tij, përveç njerëzve të devotshëm që Zoti i mbulon me mëshirën e tij dhe me mirësitë e tij. Kështu që nuk funksionon kjo gjëja, nuk funksionon. Pra nuk kemi ne një transmetim të saktë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka thonë këtë hadithin që i vdekur i dëgjon edhe hapat e fundit, të ketë nejt aty në kokë dhe të ketë thonë fëmijëve të vet kur i kanë ndruar jetë, gocave të veta kur i kanë ndruar jetë, shokëve të tij të ngushtë kur kanë ndruar jetë, t'ju tregoj se si duhet përgjigjen. Nuk ka argument për këtë gjë.